Pas zgjerimit të hetimeve për Koçanin, prokuroria kërkoi paraburgim për 4 prej 19 të dyshuarve të rinj. BDI reagon sërish për arestimet e ish-ministrave, thekson se Mickoski po përpiqet të mbulojë dështimet e qeverisë. Kreu i lëvizjes Besa, Bilal Kasami, komenton lëvizjet e Taravarit, ironizon duke thënë se ai që ndahet nga Kopeja e Han Ujku. Izraeli godet me raketa spitalin e vetëm funksional të Gazës. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit Shenja, jemi me lajmet deri më tani. Hetimi për tragjedinë në diskotekën në Koçan ka përfshirë 45 persona fizik dhe 3 juridik. Prokuroria ka kërkuar masa sigurie ndaj 19 të dyshuarve të rinj në këtë hetim. Në mesin e tyre janë ish-ministra, funksionar të mëparshëm dhe si dhe aktual, që të gjithë dyshohen për vepra të rënda penale kundër sigurisë së përgjithshme. Kryeprokurori shtetëror tha se ka dyshime se personat kompetent gjatë gjithë periudhës që ka ekzistuar diskoteka nuk kanë kryer inspektime as në atë lokal, por as në të gjitha objektet e tjera hotelerike në shtet. Ndërkaq, ministri Brendshëm tha se ka kaluar koha kur fajtorët ishin Kabloja dhe Marimanga, duke shtuar se nuk do të lejojnë politizim të rastit. Prokuroria Themelore Publike ka kërkuar paraburgim për 4 prej 19 të dyshuarve të ri për zjarrit në diskotekën e Koçanit. Për 7 prej tyre është kërkuar paraburgim shtëpiak dhe ndalesë komunikimi. Për 7 të tjerë kërkohet masa e kujdesit, ndërsa një i dyshuar ishte jashtë shtetit në momentin e hapjes së hetimit. Të gjithashtu si edhe ata të mëparshmit ndaj të cilëve ishte hapur hetim janë të dyshuar për vepra të rënda penale kundër sigurisë së përgjithshme. Për krah 3 kryetarëve të komunës së Koçanit, të dyshuar janë edhe 3 punëtor të autorizuar ndërtimor, të cilët kanë vepruar në kundërshtim me kompetencat e tyre dhe nuk kanë kryer asnjë kontroll inspektuese të objektit. Në kuadër të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, përpos drejtorit të dyshuar paraprakisht, është hapur hetim edhe kundër 3 personave në funksionin e njëjtë, përfshirë edhe drejtorin aktual, si dhe kundër inspektori general aktual të drejtorisë, i cili ka qenë në atë funksion gjatë gjithë periudhës së funksionimit të klubit. Ka dyshime se ata kanë vepruar në kundërshtim me kompetencat e tyre të parapara me ligj dhe kanë neglizhuar plotësisht ingerencat e tyre, jo vetëm për këtë klub, por edhe për objektet e tjera utilerike në shtet. Ndër vite, nuk kanë zbatuar masat të ndjekjes dhe mbikëqyrjes inspektuese të diskotekave dhe kabareve, jo vetëm në diskotekën e Paregull në Koçan, por edhe në të gjithë objektet hotelerike në Maqedoni. Me këtë, kanë rënuar sistemin e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe i kanë ekspozuar qytetarët ndaj rrezikut të zjarrit në objektet e painspektuara. Kryeprokurori shtetëror Kocevski theksoi se ndër të dyshuarit e rinj janë 3 persona që në një moment të caktuar kanë ushtruar funksionin e ministrit të ekonomisë, 2 sekretar shtetëror dhe 3 zyrtar përgjegjës për sektorin e gastronomisë dhe turizmit, të cilët kanë punuar në ministrinë e ekonomisë. Ai tha se personat në fjalë kanë mundsuar që diskoteka të marrë licenca dhe të vazhdojë në mënyrë të paligjshme të ushtrojë veprimtari gastronomike gjatë gjithë periudhës nga hapja e objektit deri te zjarri, ndërkaq shtoi se ministri aktual i ekonomisë nuk është i përfshirë pasi pronari nuk ka iniciuar procedurë për licencë të re. Nga ana tjetër, ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski deklaroi se nuk do të lejojnë që rasti të politizohet dhe për cilin do që konstatohet se ka ndonjë lidhje me shkaqe që nxitën tragjedinë, do të ndërmerren veprime përkatëse nga ana e organeve të rendit. Ka përfunduar koha kur fajtori ishin Kabloja dhe Marimanga. Nuk duhet të lejohet që hetimi të ndikohet nga përplasjet politike nga individ keqdashës, të cilët duke dashur të fitojnë disa pikë politike mbi zemrimin e qytetarëve maqedonas, mund të zhvendosin rrjedhën e ngjarjeve në drejtim të padëshiruar nga perspektiva e kryerjes së një hetimi ligjor, të plot dhe profesional nga organet e rendit.
Kujtojmë se tragedia në diskotekën Puls në Koçan ndodhi më 16 mars, ndërsa në të humbën jetën 61 persona, prej të cilave 6 fëmijë, pas hetimeve të prokurorisë në vendin e ngjarjes. Ishte konstatuar se diskoteka nuk përmbushte standardet ligjore për të funksionuar si objekt hotelierik, si dhe ishin bërë shkelje të shumta ligjore. BDI ka reaguar edhe sot për ndalimin e ish-ministrave të ekonomisë. Partia e drejtuar nga Ali Ahmeti thekson se nëpërmjet arrestimeve të pabazuara të shqiptarëve, Mickoski po përpiqet të nxjisë tensionin ndëretnike si mbulesë për dështimet e qeverisë. Ka reaguar edhe Aleanca për Shqiptarët e drejtuar nga Zjadin Sela, e cila vlerëson se këto veprime kanë për qëllim të fshehin përgjegjësitë e vërteta. VMRO-ja është përgjigjur mbrëm vonë akuzave të BDI-s se po realizon fushat kundër shqiptarëve në emër të hetimeve për tragjedinë në Koçan. Partia në pushtet theksoi se BDI, partia që sundoi për 2 dekada përmes shantazheve, korrupsionit dhe institucioneve të shantazhuara, po përpiqet të shmangë përgjegjësinë me përpjekjet e lira për manipulim etnik. Akuzat se institucionet shtetërore po bëjnë hetime me motive etnike janë jo vetëm të turpshme, por edhe të rrezikshme. Asnjë komunitet etnik nuk është në shënjestër, vetëm individët e dyshuar për krim janë në shënjestër, theksoi VMRO-ja. Këtyre pretendimeve janë përgjigjur sot nga BDI me anë të një komunikate, ku theksohet se aktualisht, përmes arrestimeve të pabazuara të shqiptarëve, Mickoski po përpiqet të nxjisë tensione ndëretnike, si mbulesë për dështimet e qeverisë dhe si mjet për të shkaktuar përçarje etnike. Këto veprime të paprovuara, të nisura nga institucionet e kontrolluara nga Mickoski, shërbejnë për të targetuar qëllimisht individ për qëllime politike. Është e qartë se ndërkohë që individ të thjesht po përdoren si kurban, ata që mbajnë pozita të fuqishme përfshirë ministra dhe drejtor aktual, vazhdojnë të jenë të lirë, pavarësisht përgjegjësisë së tyre të plotë për këtë tragjedi. Po për këtë, reagim ka pasur edhe nga Aleanca për Shqiptarët, nga ku thonë se tashmë edhe tragjedit po keq përdoren për t'i goditur shqiptarët me arrestime të padrejta, të pabaza dhe me prapavi etnike, nga ku sipas tyre kjo situatë ka për qëllim të fshehë përgjegjësitë e vërtetë. Arrestimet e padrejta, të pabaza dhe me prapavi të pastër etnike, duke keq përdorur tragjedinë e Koçanit, kanë 2 qëllime: të fshehin përgjegjësitë e vërtetë, duke filluar nga kryeministri, ministri i punëve të brendshme dhe drejtuesit aktual të organeve kompetente, lokale dhe qendrore; të friksojnë shqiptarët, të shtypin shqiptarët dhe të shkaktojnë revolt dhe tensione ndëretnike me qëllim defokusimin nga problemet dhe përgjegjësitë reale. Partia e drejtuar nga Zjadin Sela fton drejtuesit e qeverisë, prokurorisë dhe gjykatave që të ndërpresin këtë fushat që nuk i shkon në dobi askujt, por që dëmton të gjithë pa përjashtim, si ata që kërkojnë drejtësi, ashtu edhe ata të cilëve sot po ju bëhet padrejtësi. Koalicioni Vlen thekson se nuk duan që asnjë shqiptar të jetë fajtor për tragjedinë kolektive në Koçan, ndërsa uron që të gjithë zyrtarët aktual dhe ish funksionarët shqiptar të provojnë pavajsinë e tyre. Sa i përket përpjekjeve të Ali Ahmetit dhe Zjadin Selës për të ndërtuar perceptimin se shqiptarët janë viktima të qeverisë, duam t'u themi troç. Jeni të lexuar si abetare të klasës së parë. Lotët e tyre falso për shqiptarët janë hipokrizia më e madhe politike. E gjithë drejtësia është e mbushur me kuadro të kohës së tyre. Këtu është një tjetër dëshmi. Më 15 janar 2024, Artan Grubi dhe Krenar Lloga propozuan Lupço Kocevskin për prokuror publik, theksohet në reagim. Koalicioni kërkon BDI-s që në vend që të përpiqen të manipulojnë me ndjenjat e shqiptarëve, le të përgjigjen se a është e mundur që Lupço Kocevski dhe Islam Abazi, të cilët janë propozime të tyre, tani po udhëheqin gjueti shtrigash, apo këto pamflete politike që i shpërndajnë po shënojnë autogola. Edhe LSDM vlerëson se zgjerimi i hetimeve për tragjedinë e tmerrshme në Koçan është ende i fokusuar vetëm në të kaluarën dhe jo në momente kur ka ndodhur ngjarja kriminale dhe as në zyrtarët aktual të policisë. Sipas partisë opozitare, faktet
tregojnë se këto institucione nën jurisdiksionin e drejt për drejt të Ministrisë të Brendshme nuk kanë vepruar siç duhet gjatë ngjarjes. Ata nuk përgatitën një plan sigurie dhe nuk bën një vlerësim të rrezikut. Policia ishte në vend ngjarje atë natë fatale në disko, pa të mitur mjete piroteknike, një ngjarje të paregjistruar, një klub pa leje dhe nuk bëri asgjë, ka theksuar LSDM. Partia thekson se në vend që të bëjnë deklarata politike, ministri Toshkovski duhet të përgjigjet se si është e mundur që të mos ketë përgjegjësi nga zyrtarët aktual të policisë që ishin në pozita ditën e tragjedisë. Ai që ndahet nga Kopeja e han ujku, kështu ka deklaruar lideri i lëvizjes Besa duke komentuar zhvillimet në koalicionin Vlen. Ai tha se shkëputja eventuale e Arben Taravarit nuk do ta dëmtonte koalicionin, përkundrazi koalicioni do të vazhdojë edhe më fuqishëm, ndërsa humbësi vetëm do të jetë Taravari. Ai ka mohuar se shkaku i përplasjeve mes liderit të Vlenit janë mosmarrveshjet rreth ndarjes së pozicioneve për zgjedhjet e ardhshme lokale. Kryetari i lëvizjes Besa Bilal Kasami, që është edhe pjesë e koalicionit Vlen, beson se ka ende gjasa reale që koalicioni të vazhdojë së bashku, pasi sipas tij vlera e çdo partie është më e madhe brenda koalicionit se sa jashtë. Në lidhje me ultimatumin e dhënë nga ana e zëvendës kryeministrit Izet Megjiti që ministri i shëndetësisë Arben Taravari të vendosë nëse do të vazhdojë të jetë pjesë e koalicionit apo do t'i vazhdojë negociatat me BDI-n, Kasami në intervistën javore për Radio Evropa e Lirë tha se nuk e sheh atë si ultimatum, por bëhet fjalë për parimet të koalicionit dhe kushdo që nuk i respekton ato duhet të dalë. Në rast se Taravari eventualisht vendos që të del nga koalicioni, Kasami vlerëson se humbsi më i madh do të jetë ai. Unë vlerësoj se Vleni pa Taravarin peshon, të mos them më shumë, por po aq sa vlente dhe peshonte me të. Megjithatë, faktorët e tjerë janë këtu. Nga ana tjetër, me çdo antar në një familje, në një koalicion, madje edhe në një parti, ka vlerë, sepse dikush do të jetë brenda, por kushdo që del, krijon automatikisht mundësi që dikush të hyjë. Unë vlerësoj se humbësi më i madh do të jetë ai del në rastin me koalicionin Vlen. Thënia popullore thot, ai që ndahet nga Kopeja e han ujku. Në këtë rast, mendoj se Vleni do të vazhdojë edhe më fuqishëm. Ai ka quajtur të pavërteta pretendimet e Taravarit se qytetarët nuk janë të kënaqur me koalicionin, ndërsa theksoi se mosmarrveshjet në koalicion nuk kanë të bëjnë me zgjedhjet lokale. Nuk është kjo arsyeja, nëse ne i kemi dhënë 5 vende të garantuara deputetësh në lista, ne kemi qenë të gatshëm t'i japim përparësi të njëjtë në pjesën e vendeve në zgjedhjet lokale, qoftë për kryetar komune, qoftë për këshilltar. Por insistimi që të shkohet vetë në lista dhe çfarë mbetet në ato pozicione, për neve shkon në favor të asaj që e themi gjatë gjithë kohës, dhënia e një mundësie tjetër që të kthehet BDI. Sepse megjithatë këto janë zgjedhje lokale. Në zgjedhjet lokale pozicioni politik, përkatësisht vlera e zërit politik janë listat, sepse aty votohet për listën e partisë apo të koalicionit. Në pjesën e kandidatëve, qytetarët më shumë zgjedhin individin. Kujtojmë se javë më parë ministri i shëndetësisë dhe njëri ndër liderët e Vlenit Arben Taravari kritikoi publikisht pozicionin e koalicionit shqiptar në qeveri. Ai tha se ka mos përputhje, ndërkaq në një deklaratë tjetër ai pohoi se ka kanale komunikimi me BDI-n. Këto deklarata kanë nxitur përplasje publike mes liderëve të Vlenit. Ministri Shëndetësisë Arben Taravari ka shkruar sot në profilin e tij në Facebook se asnjëherë nuk ka pasur lakmi për pushtet, pavarësisht se është shumë e vështirë ti rezistosh atij. Për mua politika ka qenë dhe do të jetë gjithnjë një formulë shumë e thjeshtë. Çfarë po bëjmë për popullin dhe jo çfarë po bëjmë për veten dhe rrethin e ngushtë, ka shkruar Taravari. Ky ishte sistemi që kishte paralizuar shoqërinë tonë dhe ndaj kategorikisht nuk na lejohet të përjetojmë. Dhe sistemet nuk janë dhe atë çështje emrash, janë çështje grupimesh. Ne mund të jemi emrat e njëjtë, por duhet të ndryshojmë mentalitetin. Përndryshe du të bijem sërish në qarkun e përfitimeve të pamerituara që më thjesht do të thotë rehatojmë korrizin ton mbi korrizin e popullit, ka shkruar Taravari.
VMRO-ja ka kritikuar LSDM-n për premtime të rrejshme për realizimin e qendrës së re klinike në Shkup. Sipas partisë në pushtet, premtimet e LSDM-s nuk u realizua, por në të vërtetë pati një sistem shëndetësor të rënuar dhe të lënë pasdore. Filipçe dhe SDS u premtuan njerëzve një spital të ri klinik, por në realitet Filipçe po manipulohet me tenderat dhe komisionet nga barnat dhe vaksinat, deklaroi Valentin Manasievski, antari Komitetit Qendror të VMRO të PMN-s. VMRO të PMN. VMRO të PMN la një projekt të përfunduar për të cilin ishin parapar 128 milion euro, i cili nëse gjithçka du të kishte shkuar sipas planit du të kishte përfunduar në vitin 2021. Filipçe dhe SDS nuk e kishin plan për të ndërtuar një spital të ri klinik, por për të mbushur xhepat e tyre me para publike. Për fat të mirë të qytetarëve, qeveria udhëhequr nga VMRO DPMN po i kthen premtimet në realitet, du të ketë klinik të re. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka kryer kontrollet e jashtëzakonshme të intensifikuara në prag të festave të Pashkëve. Veterinerët kanë realizuar gjithsej 350 inspektime të operatorët për të parandaluar shitjen e ushqimeve të pasigurta, tregtimin e paligjshëm të vezëve dhe ngjyrave të vezëve. Pas kontrolleve, agjencia zbuloi dhe asgjësoi mbi 1230 kg produkte, shumica e të cilave mish, produkte dhe preparate të mishit, por edhe vezë, bojra, mjalt, raki, vaj ulliri dhe produkte të tjera. Për mospërputhjet e konstatuara me kontrollet e jashtëzakonshme janë shqiptuar gjop në vlerë prej 3.650 euro në kundër vlerë denar dhe janë shqiptuar 22 vendime me urdhër për heqjen e tyre. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka zhvilluar një seri takimesh dypalëshe me ministra të jashtëm të vendeve të ndryshme në kuadër të pjesëmarrjes së saj në forumin diplomatik në Antalya. Krahas takimeve me homologët pjesëmarrës, Osmani është takuar veçmas me ministrat e jashtëm të Sudanit, Kenias, Jordanis, Tanzanis, Çadit dhe Nigeris. Në fokus të këtyre takimeve ishte zgjerimi i bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe këtyre shteteve me theks të veçantë në hapjen e kapitujve të rinj në fusha strategjike si dhe forcimin e marrëdhënieve ndërshtetërore përmes diplomacisë. Në kuadër të forumit diplomatik në Antalya, Ministri i Mbrojtjes i Kosovës Eyüp Maqedonci ka zhvilluar një takim me presidentin e industrisë së mbrojtjes së Turqisë Haluk Görgün. Maqedonci bëri të ditur se gjatë këtij takimi është diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve në sektorin e industrisë së mbrojtjes si dhe për hapat strategjik që do të ndikojnë në forcimin e sigurisë rajonale. Sipas Maqedoncit, kjo lloj qasjeje jo vetëm që e afron më shumë Kosovën me vendet partnere, por njëherësh forcon edhe kapacitetet e brendshme për vetëqëndrueshmërinë në prodhimin e municioneve. Kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.